Do të diskutojmë tani edhe për efektet që po jep konflikti midis Iranit dhe Izraelit në tregje të aksioneve. Është transmetuar me njëherë kaos, çmimet e naftës janë rritur ndjeshëm të premten e javës kaluar, por gjithashtu edhe e djeshme dhe me sa duket, efektet po transmetohen edhe në ekonominë reale. Do diskutojmë më gjërësisht me zotin Safet Gërxhaliu, ekspert ekonomie, ish kreu i Odës Ekonomike të Kosovës. Zoti Gërxhaliu, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe kënaqësi të jem me ju. Faleminderit që jeni në studion tonë. Ta nisim me efektet e krizës, efektet e konfliktit, zoti Gërxhaliu, janë transmetuar menjëherë në rritje të çmimeve të naftës dhe të benzinës në Kosovë, sepse nuk është mbushur ende java e fillimit të konfliktit. Duhet të kuptohet e vërteta e krijuar në botë që sot nuk ekziston distancë, digitalizimi dhe globalizimi kanë dhënë efektet e veta dhe ajo që quhet tërnditje kudo në berzat ndërkombëtare manifestohet apo reflektohet me shpejtësi kudo në botë dhe në këtë drejtim edhe Ballkani Perëndimor, Kosova dhe Shqipëria nuk janë imune. Ekzistojnë forma direkte, indirekte dhe perifere të interferimit apo të ndikimit të kësaj krize në ngritjen e çmimeve të produkteve strategjike dhe në këtë drejtim besoj duhet të pranohet ky realitet. Po ajo çka është më shqetësues është fakti që fal këtyre krizave çmimet ngriten me shpejtësi, po nuk bien në stadium fillestar pothuajse asnjëherë, por kur është Kosova në pyetje besoj që duhet kjo problematikë të shtrohet në disa dimensione. Dimensioni i parë është fakti që jemi shoqëri e varur nga importi dhe vetë fakti që nuk kemi rezerva shtetërore të produkteve strategjike është dëmi më i madh. E dyta, po ndodh një ngritje e çmimit të derivateve të naftës në kohën kur kemi ngritje të energjisë elektrike dhe e treta, do të thotë, po ndodh në kohën kur vërtet mungon një dialog i mirëfillt publiko-privat dhe tëra kjo do të ndikojë në ngritjen e çmimeve, ngritje e çmimeve që do ta goditë në mënyrë të drejtë konsumatorin apo qytetarin e Republikës së Kosovës. Dhe kur krejsaj i shtohet fakti që kemi një situatë e cila vërtet është shumë më tepër e një politike të çakorduar sesa të akorduar, atëherë dominon një anarki dhe forcohet tregtia spekulative, kemi vobeksi në monitorim nga inspektoriatet e tregut dhe prapë e tëra kjo e godit Kosovën në aspektin social. Në tilla raste, zoti Gërxhaliu, mund të ketë edhe biznese që përfitojnë duke ngritur pikërisht menjëherë për shkak të një konflikti, sikurse është konflikti midis Izraelit dhe Iranit, reflektojnë në rritje menjëherë të çmimeve pavarësisht se produktet nuk i kanë blerë me çmim të ngritur. Ndodh shpesh kjo? Definitivisht është një realitet i hidhur i cili ka plan do të thotë Ballkanin Perëndimor dhe Kosovën, është ai sensi i nuhatjes të ndryshimeve në berza nga Komiteti i Biznesit, e kupton vobeksin politike apo inertitetin politik në Kosovë dhe definitivisht forcohet një tregti spekulative e cila shumë më tepër i shkon në favor të ndërmarrësve sa të shtetit dhe qytetarëve dhe në veçanti duhet të kuptohet një situatë shqetësuese që kjo ngritje e çmimit të derivateve të naftës po ndodh në kohën kur jemi në përgatitje për vjeljen e produkteve bujqësore në veçanti të grurit dhe të elvit dhe tëra kjo do të ndikojë do të thotë në mënyrë zinxhirore në lëvizje të çmimeve të produkteve finale. Po rritja e çmimit të energjisë dhe dalja e bizneseve në tregun e lirë është reflektuar deri më tani, zoti Gërxhaliu, në rritjen e çmimeve të produkteve. Flaset dhe të produkteve jetike, sikurse mund të jetë edhe buka. Janë tri elemente që dua t'i ndaj me ju. Nga Kosova keni informacione që vërtet po ikun të rritë, por jo vetëm të rritë, por edhe familjar, të cilët e kanë një stabilitet ekonomik dhe social, sepse të gjithë dëshirojnë të kenë një jetë më të dinjiteshme. Jeta është një rrugë e pakthim dhe besoj hapat janë fjalët që matin kohën. E dyta, nga Kosova nuk po i vetëm kapitali, po tani pas ngritjes së çmimit të energjisë elektrike kemi një tentativë për ikje edhe të bizneseve,
kuptohet që diplomacia ekonomike e vendeve të rajonit, po edhe më gjerë, është mjaft aktive, nuk është e njëjtë sterile si ajo e Kosovës, dhe shumë biznesmen nga Kosovë janë duke u joshur për të bartë prodhimin në vendet të rajonit. Besoj që këtë moment duhet ta shfrytëzojë Shqipëria, sepse komuna e Prizrenit, komuna e Gjakovës, e Malishevës, po edhe komuna tjera me afër brezit kufitar, ndoshta do ta kenë mundësi që prodhimin në vend që ta bartin në Maqedoni apo Serbi apo Bosnjë ta bartin në rrafshin e Kukësit apo diku në Shqipëri. Dhe në këtë drejtim çmimi i energjisë elektrike ka ndiku në aspektin ekonomik, në aspektin social, por edhe në aspektin psikologjik. Në aspektin ekonomik ka ra konkurrenshmëria e prodhimeve made in Kosova, çmimet janë evidente, zgjidhje nuk ka. Në aspektin social, kur kemi kurrje ekonomike, kemi edhe kurrje të punësuarve dhe tëra kjo po reflektohet çdo ditë, por ajo që është më shqetësuese është fakti që çmimet janë në ngritje permanente. Po e them me keqardhje nëse në vitin 2021 keni blerë të mira për shtëpi, në vlerë prej 100 eurosh, sot do t'i paguni 180 apo 200. Prandaj ky është një shqetësim që do thotë politikës në Kosovë nuk intereson. Kur ka të bëjë për vendimet të cilat janë në interes qytetarëve dhe biznesit, qeveria deklarohet se është në detyrë, po kur është në pyetje tenderomania dhe projekte strategjike ku përfitohet më lehtë, atëherë është duke vepruar. Dhe ky është një paradoks i kohës që nuk ka dialog në fill dhe zgjidhjet janë minore apo pothuajse fare. Është përfundimtar vendimi zotë Gërxhaliu i futjes më saktë bizneseve në tregun e lirë të energjisë, pavarësisht protestave si nga bizneset, si nga punonjësit dhe pavarësisht kërkesave për të pasur një periudhë mbase një vjeçare tranzitore, asgjë nuk është bërë? Me kyçjen e partisë politike apo lëvizjes vetëvendosje në politikë dhe në veçanti në fitoren e parafundit dhe të fundit ka vdek opozitarizmi në Kosovë. Nuk mund të zgjidhen këto probleme strategjike, me rëndësi futurologjike, vetëm me partnersinë e bizneseve, nëse nuk kemi pozitë dhe opozitë aktive që të jenë me biznese. Janë dy dukuri që vërtet po e shqetësojnë intelektualitetin në Kosovë nga dimensioni ekonomik. E para është një tentativë brutale, agresive për barazinë në varfëni, duke i cenuar, duke i sulmuar bizneset, duke i quajtur oligark. E dyta, kemi të bëjmë me një tentativë për të krijuar një strukturë të re të bizneseve, edhe po harrohet që bizneset kosovare kanë kaluar sfida të shumta, të jesh aktiv në vitet 90-99 kur ke qenë në okupim dhe të mbjetosh në liri dhe të krijosh vërtet afarizëm pozitiv, dhe sot politika të tentoj, të dëmtoj të arritur të tilla është mëkati më i madh që po i bëhet Kosovës, jo vetëm që po e dëmton biznesin vendor, por po e dëmton edhe imazhin e Kosovës dhe nuk duhet të na habit fakti që sot në Kosovë kemi zero investime nga jashtë. Ndërkohë, zoti Gërxhaliu, për sa i përket sërish faktorëve që ju përmendët që në fillim, rritja e çmimit të energjisë, rritja e çmimit të naftës për shkak të luftës midis Iranit dhe Izraelit, pra të gjitha përkthehen në kosto më të larta. Rrezikon njëkohësisht edhe për shkak të importit produkteve me çmime të larta, rrezikon realisht edhe një inflacion më i lartë ose një periudhë tjetër inflacioniste? E keni prek një temë mjaft interesante dhe aktuale. Në rreth parë duhet kuptohet që nga regulatori i energjisë elektrike nuk pritet një ndryshim i qëndrimit, sepse në fundit përkundër asaj që paraqitet si regulatori pavarur është i kapur nga politika dhe nuk do të ketë ndryshim. Në rreth të dytë fakturat janë duke ardhur do thotë shumë të shtrejta. Në rreth të tretë në Kosovë po vuloset fati i pafat që Kosova po shndrohet shtet i varur nga importi dhe me rritjet e importeve dhe me kurrit e eksporteve ne jemi duke importuar inflacion të heshur dhe nuk duhet të besohet asnjëherë në të dhënat statistikore që vijnë qoftë nga institucionet vendore, qoftë nga ato ndërkombëtare, si mund të ketë rritje ekonomike substanciale nëse i vetmi indikator i rritjes është konsumi, si mund të ketë rritje ekonomike substanciale nëse jemi të varur nga importi dhe si jemi do thotë në rritje pozitive ekonomike nëse kemi të kurrje të eksporteve dhe bjen konkurrenshmëria e produkteve made in Kosova. E vërtetë është një situatë alarmante ku
për fat të keq ekonomia dhe proceset ekonomike kanë mbetur në hijen e politikës, sot vlera intelektuale dhe dijenia profesionale në Kosovë është mallkem, sepse mjafton thjesht pjesë e një partie politike, do ta kesh pozicionin, po vetë fakti që nuk ka përgjegjësi qoftë individuale, qoftë institucionale dhe vetë fakti që po krijohet një qasje inokose apo centraliste, e vërtetë është shqetësimi më i madh që në Kosovë flitet për ekonomi të tregut, po ajo lën hapësirë për të dyshuar që të jetë realitet. Dhe, zoti Xhaliu, përveç problemeve që po shfaq ekonomia, edhe politika nuk është në një pozitë më të mirë. Vion të jetë në ngërgj nëse nuk gaboj, sepse edhe numërimin e kemi humbur tashmë, janë 32 përpjekje për të konstituar kuvendin. Ka informacione se cili është skenari më i mundshëm? Në rend parë mu vjen keq që shumë prej deputetëve të Republikës së Kosovës të vitit 1990, të cilë paratytave të policisë sërbe të rrethuar, do thotë në rrethe të rrezikshme, kanë pas guximin dhe kanë dëshmu një dashuri të pafund që nuk janë friguar që të mblidhen dhe të shpallin deklaratën parësisë së Kosovës në Kaçanik. Flas për vitin 1990 dhe sot në vitin 2025 të kemi këtë eksperiment me institucionet, të kemi këtë papërgjegjësi, të kemi këtë amoralitet politik që 33 herë të dështoj konstruimi i parlamentit apo të emërohet kryetari i kuvendit të parlamentit të Republikës së Kosovës është turpi më i madh politik, moral dhe etik që e ka kapur Kosovën. Po sot definitivisht Kosova është shndruar në një hapësirë eksperimentale, sot me Kosovën vendos në emër të sovranit vetëm individi dhe të ndodh dikun tjetër një rast i tillë, ndoshta kishte qenë momenti më i mirë që të përdoret si scenar për një tragjikomedi, dhe kjo tragjikomedi për fat të keq e ka kapur Kosovën, do të vazhdojë edhe me tutje sepse lufta për pushtet është shumë e madhe se sa lufta për shtet dhe për qytetar. Të jesh në masat të Bashkimit Evropian, të jesh i larguar nga shumë iniciativa rajonale dhe projekte financiare, të jesh në gjendje që të humsh me qindra miliona në mungesë të parlamentit që duhet të ratifikojë këto marrëveshje, është turpi më i madh dhe vjedhja më e madhe që po i bëhet Kosovës, sepse t'ja vjedhësh Republikës së Kosovës kohën dëm më i madh se sa që ta dëmtosh në aspektin material. Zoti Xhaliu, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skand. Shpresojmë që si situata politike ashtu edhe ajo ekonomike do të përmirësohen. Unë besoj që Kosova ka nevojë për burgshtetar dhe jo vetëm për politikan, ka nevojë që të veprojë dhe jo vetëm flas, sepse sot si duket të jesh pjesë e politikës në mungesë të papërgjegjësisë është biznesi më profitabel që po e dëshirojnë të paditurit dhe jo të diturit dhe ata që dojnë ardhmërinë e këtij populli dhe të Republikës së Kosovës. Faleminderit edhe një herë, zoti Xhaliu.